Me emrin e Allahut të mëshiruesit, mëshirbërësit, jemi në emisionin Në prag të iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radio Vatit dhe Miftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radio Vatit si dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte së bashku me mua në studio për të zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit është hoxha i nderuar Zejnullah Efendi Sadiki, imam në xhamin e Hudit në Dijon të Shkupit. I nderuari hoxh, mirë se na erdhët. Mirë se ju gjatëm, faleminderit për ftesën. Tema për cilën do të flasim, apo pejgamberi për cilën do të flasim në këtë ditë të Ramazanit është jeta dhe vepra e Eliasait a.s. Fillimisht a mund të na tregoni se kush ishte Eliasai a.s. Po, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falënderimet janë për Allahun dhul Jalal. Salatat dhe selamet mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ju falenderoj për ftesën dhe jam mirënjohës për mundësinë të cilën na keni dhënë. Lut Allahun dhul Jalal që Allah këtë emision dhe emisionet të cilët po zhvillon TV Muftinia dhe njëkohësisht bashkëpunim me Radio Vatin, Allah dhul Jalal këtë emision të bëj burim të frymëzimit për ka e mira, ka hajri. Lësë Allahun dhul Jalal që muftijut dhe hoxhallarët e gjithë të cilët punojnë dhe veprojnë për të ngjallur jetën fetare këtu në qytetin e Shkupit, Allah dhul Jalal t'ju jap shëndet dhe të mirë. Amin. Njëkohësisht shfrytëzoj rastin që t'i përshëndes edhe të gjithë ata të cilët do të na dëgjojnë dhe na shohin përmes këtij emisioni me përshëndetjen islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dhe lusë Allah dhul Jalal që Allah t'i ruan ata dhe në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, Allah dhul Jalal të gjitha lutjet, ibadetet, adhurimet e tyre Allah t'i pranon. Amin. Dhe të na mundson që të dalmë nga ky muaj i bekuar me agjerim të pranuar dhe me mëkatet e falura. Amin. Pra siç na parashtruhet pyetjen se kush është Eliasa alayhis salatu wassalam, një prej pejgamberëve të Allahut, Allah dhul Jalal. Prej urtësive të Zotit dhe hikmeteve të tij është se çdo herë që njerëzit janë larguar prej udhëzimeve të Zotit, nga njohja Allah dhul Jalal, Allah dhul Jalal dërgoi pejgamber në mënyrë që atyre t'ua tregonte të vërtetën, hakun dhe t'ua bëjë të qartë rrugën drejt së cilës ata duhet të shkojnë. E një prej këtyre të dërguarve s'ka dyshim se është edhe Eliasa alayhis salatu wassalam. Allah dhul Jalal këtë të dërguar e ka përmendur në Kur'an, ashtu siç i ka përmendur disa prej të dërguarve të tij, siç është 28 numri të cilët Allah dhul Jalal i ka përmendur në Kur'an, edhe pse 3 prej tyre themi siç kanë thënë ulemaj nuk dihet saktësisht sa kanë qenë. Kanë qenë pejgamber apo njerëz të urtë. Megjithatë, Allah dhul Jalal pra prej pejgamberëve të cilët i ka përmendur në Kur'an është edhe Eliasa alayhis salatu wassalam. Dhe Allah dhul Jalal, nëse shikojmë Kur'an, për disa pejgamber ka folur në detaje më të shumta, jep detaje më të shumta ku kanë jetuar, si kanë jetuar, primtarinë e tyre, sfidat me të cilën janë përballur me popullin e tyre, problemet dhe telashet të cilat kanë pas. Mirë po, për këtë të dërguar të Allah dhul Jalal, për Eliasa alayhis salatu wassalam, Allah dhul Jalal nuk na flet në detaje, por vetëm se e ka përmendur emrin e tij në Kur'an vetëm 2 herë. Ka përmend në surën Sad ajeti 48 dhe në surën Al-An'am ajeti 86. Allah dhul Jalal në surën Sad ajeti
48 thot Bismillahirrahmanirrahim Wadhkur Ismaila wal Yasa wal dhal kifla wa kullum min al akhyar. Dhe përkujtoje Ismailin, Eljasan dhe dhul kiflin, që të gjithë ishin prej të zgjedhurve. Ndërsa në surën Al-An'am Allahu dhul Jalal thot wa Ismaila wal Yasa wa Yunusa wa Lutan kullam faddalna ala al-alamin. Dhe përkujto Ismailin, Eljasan, Yunusin, Lutën alayhis salam, Allah qoftë i kënaqur të gjithë, që të gjithë ishin të ngritur apo të përzgjedhur, të dalluar mbi njerëzit e tjerë. Pra Allahu dhul Jalal vetëm ka që përmend Eljasan alayhis salam. Mirë po, nëse shikojmë historinë në librat e historisë për Eljasan alayhis salam, flitet pak më gjerësisht, dhe për të është folur edhe në librat e tjerë, pra në Tora apo edhe Injil. Eljasa është prej Beni Israileve, është pasardhës i Jusufit alayhis salam, të birit të Jakubit alayhis salam, birit Ishakut, birit Ibrahimit alayhis salam, edhe pse ka një mendim se thosë është edhe prej pasardhësve të Harunit alayhis salam. Këto ishin disa nëse më lejo tash të flas për jetën e tij, përmendet në librat e historisë se kur Eljasa alayhis salam ishte fëmijë ka qenë i sëmur. Dhe nona e tij apo ema e tij i është lutur Iljasait alayhis salam. Do të më pas kujtes këto se njerëz mund t'i përzi Eljasa. Pra Iljasa ka qenë pejgamber para Eljasas alayhis salam. Pra ema e Eljasas i është lutur, më thënë Iljasaj që të bëjë dua të Allah dhul Jalal, që Allah t'ja largon këtë smundje ta shëron pra Eljasan. Dhe i është lutur Iljasa alayhis salam Allahu dhul Jalal, dhe Allahu e ka shëruar. Dhe thuhet nga ky moment Eljasaj gjithmonë e ka shoqëruar Iljasaj. Më thënë ka një afër për ti, po, dhe ka mësu prej ti. Andaj thuhet se Iljasa ka qenë mësues i Eljasa. Dhe Eljasa e ka mësuar Teuratin nga Iljasi alayhis salam. Pas vdekjes së Iljasit alayhis salam, pas një kohë Allah dhul Jalal e përzgjedh si pejgamber me mision Eljasan te populli i vet, në mënyrë që t'i thras njerëz, sepse njerëz filluan të largohen nga rruga e Zotit. Gjithashtu përmendet se në kohën apo në periudhën e Eljasait alayhis salam, populli i Eljasat bënin më thonë gara, apo aktualiteti ishte se njerëz bëjnë gara se kush do të marr pushtetin, po kush do të jetë në pozitë. Dhe si shkak i kësaj, njerëz filluan të bëjnë intriga mes tyre. Edhe filloi kështu që të mbjellet urrejtja mes tyre, derisa edhe pati përplasje. Fatkeqësisht, nëse shikojmë realitetin sot, mund t'i ngjaj pak aktualiteti jon historisë e Eljasait alayhis salam, ku ne shohmi që është një garë mes nesh se kush do të marr pozitë, kush do të ketë pushtet. Dhe si shkak i kësaj edhe sot e shohmi që kanë lindur domethënë intriga mes nesh, fatkeqësisht urrejtje, po edhe përplasje fatkeqësisht deri te humbja e jetës së njerëzve. Po ashtu, si çdo pejgamber i Allahut dhul Jalal, edhe Eljasa alayhis salam përmendet se ka pas mrekullitë e veta, si çdo pejgamber. Në Qisasul Anbiya që ka, më thon Ibn Kathiri, do të thënë Qisasul Anbiya, thotë se mrekullitë që i ka pas Isa alayhis salam i ka pas edhe Eljasa alayhis salam, pra i ka shëruar të semurët, të verbërit, dhe prej mrekullive që përmendet në librat e historisë, thotë se Eljasa alayhis salam ka pas që ka ecë mbi ujë dhe uji nuk është fundos, se ka mbajt uji. Dhe një prej mrekullive që përmendet në historinë e tij është se prej mëkateve që njerëzit i kanë bërë në kohën e Eljasas alayhis salam, Allahu dhul Jalal ujërat e ëmbël i shndroi në të njelbt. Dhe Eljasa alayhis salam është lutur Allahu dhul Jalal që Allahu t'i kthen ujin, dhe sërish uji është kthyer, domethënë nga njelbt në të ëmbël.
Kështu domethënë ka qenë përgjithsisht jeta e Eliasait alayhis salatu wassalam. Përmendet se kur i erdhi vdekja, Eliasa alayhis salatu wassalam me lejen e Allahut dhe xhelal e ofroi pranë vetës si apo afër tij Dhul-Kiflin dhe me lejen e Allahut dhe xhelal e lasi zëvendës, si pasardhës të tij. Për varrin e tij nuk ka diçka saktësisht se ku e ka varrin, edhe pse ka një transmetim se gjendet në Arabinë Saudite, në pjesën veriore të Arabisë Saudite. O gjendëruar, cilat janë ato mësimet që ne si besimtar mund të nxjerrim nga historia e Eliasait alayhis salam, normal në hijen e ajeteve kuranore. Çfarë porosi mësime mund të nxjerrim nga kjo histori e këtij pejgamberit të madh? Allah shpëleft. Nëse i referohemi Kuranit, ajeteve kuranore, Allahu dhe xhelal kur flet për pejgamberët në përgjithësi thot: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Me të vërtetë thot Allahu dhe xhelal ka në historinë e tyre, në historinë e pejgamberëve përgjithsisht, ka mësime për të zotët e mendjes, për ata që kanë mend. S'ka dyshim se edhe historia e Eliasait alayhis salam i ka të mësimet e vete. Nëse i referohemi ajeteve kuranore, ka Allahu xhelal flet për apo e përmend emrin e Eliasait alayhis salam, ka Allahu xhelal thot: "Wa kullu min al-akhyar", dhe ta ishin prej të zgjedhur. Dhe jep me kuptu se pejgamberllëku nuk përfitohet me angazhimin e njeriut, por Allah dhe xhelal ka dhënë për zgjedh. I zgjedh pejgamberët, jo që njeriu mund ta përfitojë ata. E dyta, në ajetin tjetër Allah dhe xhelal thot që tha dhe ne i kemi ngritur ata, i kemi veçuar ata mbi të gjithë. Thonë Allah dhe xhelal i ka veçu pejgamberët e tij nga njerëzit e tjerë, me shpalljen që ju ka dhënë, me cilësitë, me dijen, me veprat që kanë punuar, por edhe me moralin. Pejgamberët e Zotit kanë qenë të veçuar në këto aspekte. Pastaj nëse e shohmi ajetin kuranor, Allah dhe xhelal kur na drejt thot wadhkur, thot përkujtoni. Allah në komentin e këtij ajeti kuranor, në tefsirin e Sadit, shënon kështu thot: Allahu i bëri që ata të përkujtohen në brezat që vinë pas tyre për mirë. Dhe ata, më thonë, përkujtohen si njerëz të lavdruar edhe shembull. Po njëkohësisht përmendër edhe në librin, përmendet gjithmonë, ne kur e lexojmë librin Allah dhe xhelal Kur'an, ne i përmendim ato. Vallë ne tash mësimi jonë ashtu. Vallë ne me çfarë do të përmendemi të pasardhësit tonë. Edhe si do të përmendemi të pasardhësit, do të përmendemi si njerëz të cilët i kanë kontribuar shoqërisë, kanë thirrë në vlera morale, kanë thirrë në besimin e pasën dhe në njohjen e Zotit, apo fatkeqësisht rrugën e Zotit, si njerëz të shturur, të prishur, të cilët kemi bërë rregullime e fesat në tokë. Po ashtu, në ajetin që pason mbrapa, nëse shohim Allah dhe xhelal thot: "Wa dhalika dhikra." Wa hadha dhikrun, dhe kjo është përkujtim. Wa inna lil muttaqina li husn ma'ab. Se me të vërtet të devotshmit kanë përfundim të mirë. Do thonë pejgamberët e Zotit, pa marrë parasysh janë përballë me talashe të ndryshme, me sfida, me sprova, përfundimi i tyre ka qenë i mirë. Kjo na jep mesazhin neve se të gjithë ne të cilët do t'i përmbahemi devotshmërisë, do ta ndjekim rrugën e tyre, edhe ne do ta kemi fundin e mirë, përfundimin e mirë siç e patën pejgamberët e Zotit. Të gjithë ata të cilët që përmbahen kufive të Allahut të xhelal, halalit dhe haramit, do ta kenë përfundimin e mirë. Dhe ajetet në vazhdimsi të kësaj flasin, çka flasin? Allahu dhe xhelal se ata që do t'i presin, do thonë janë të pritur në dyert e xhenetit të hapur. Amin. Do thonë do t'i kenë dyert e xhenetit të hapura dhe aty do t'i kenë të mirat e pakufishme. Dhe do të jenë për gjithmonë. Do thonë nëse ne do të pasojmë jetën e pejgamberëve të Allahut të xhelal, Allah do të na mëson. Njëkohësisht për historisë e Eliasait alayhis salam dhe për historisë së gjithë pejgamberëve na bëhet të qartë se ne nuk duhet të dorëzohemi asnjëherë kur është në pyetje e mirë. Eliasa pa marrë parasysh është përballë
me popullin e tij, me pa dëshmëri, me kundërshtimet që i kanë bërë, ai nuk është dorëzuar që të e përhapte mirën dhe të i këshillon njerëz. Dhe njëkohësisht mësimi është se sado që mund të jemi pak, më thonë që frasim në të mirën, këshillojmë të mirën, ne përsërisht nuk do të demoralizohemi, por do të qëndrojmë ka vërteta dhe haku, pa marrë parasysh se ndoshta shumica kanë devijuar. Dhe çështja tjetër është që mund ta marrim mësimin është se ne asnjëherë nuk do të ta humbim shpresën në ndihmën Allahu dhe për krahjen Allahu për njerëz të mirë. Pa marrë parasysh se shumica kanë devijuar, por ndihma e Allahut dhe për krahja Allahu gjithmonë ka qenë për krahjen e të mirëve edhe të pejgamberëve të drejtë. Allah shpërbleft dhe për në fund, o gjendëruar, pasi jemi nga fundi i emisionit, një mesazh i juaj për gjithë ata të cilët na dëgjojnë në valët e radiovatit, po ashtu edhe ata të cilët na shikojnë në kanalin zyrtar të TV Miftinies, sidomos gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Po, mesazhi im do të ishte ky. Historia gjithmonë përsëritet. Edhe neve si umet, apo si popull, mund të na përsëritën ndodhit, ngjarjet, veprat, punët, anomalitë, gjithçka mund të na përsëritën popujve të kaluar. Mund të na përsëritë ajo që thashën edhe më herët, ai rivalitetin të cilin ka pas populli Eliasait alayhis salatu wassalam, mirë po ne do të jemi të vëmendshëm, dhe të mos lejojmë që të bijmë në krahask të tillë, sepse në fillim harrova të thekë se Allahu xhelal si shkak i këtij veprimi që kanë bërë populli i Eliasait alayhis salam e dërgoi mbi kokën e tyre dërgoi popullin apo shtetin asirian, i cili i përbuzi i nënçmoi ata. Fatkeqësisht unë po them ndoshta nuk është shumë, por unë po them ndoshta si shkak i veprimeve tona si popull shqiptar, mos ndoshta vallë Zoti na ka thut ndakon mbi kokën tonë edhe në një farë forme dëshiron të na ul, të na përbuz, të na nënçmoj. Po ashtu mos të harrojmë se Allahu dhe Xhelal për gjatë gjithë historisë, që prej Ademit alayhis salatu wassalam deri sot, i kalon një grup njerëzish të cilët gjithmonë kanë qenë të vërtetën dhe kanë përkrahur të vërtetën. Por ne ti kthehemi vetvetes tonë dhe themi vallë, ne në cilën grup jemi? A bëjmë pjesë në atë grupin e atyre të cilët janë të vërtetën, apo në atë grupin të cilën kanë devijuar dhe janë shturë? Dhe po ashtu, nëse Allahu dhe Xhelal ka thënë gjithmonë thirrës, edhe sot ka thirrës. Ne si tash vetë tona vetë si hoxhallar vallë, a jemi duke çuar në vend atë misionin emanetin e pejgamberëve të Zotit si thirrës tek të tjerët ashtu siç duhet. Edhe për fund do të përmendja unë vetëm ajetin kuranor të surës Nisa, ku Allahu dhe Xhelal thotë: "Wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Dhe kushdo që i bindet Allahu dhe Xhelal dhe të dërguarit e tij, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah, ata do të jenë me ata të cilët Allah i ka begatuar me të mirë. Kush janë këta? Allah dhe Xhelal sërish na tregon: minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, me të dërguarit e Allahut, pra me pejgamberët e Zotit, mes siddiqin, njerëz të sinqert, të cilët kanë pasu pejgamberët, kanë vepruar me atë që Allah dhe Xhelal ka urdhëruar, kanë përkrahur të mirë dhe e kanë përhapur edhe të tjerë. Wash-shuhada'i, do thonë shahidët të cilët e kanë flijuar veten e tyre për ta mbrojtur fjalën e Allahut dhe Xhelal, was-salihin dhe njerëz të mirë. Por Allah dhe Xhelal përmbyt: "Wa hasuna ulaika rasa shoqëri e mirë që është." Andaj lutë Allahun dhe Xhelal që Allah na mundson neve që të jemi në shoqëri me pejgamberët, me njerëz të sinqert, me shuhadat dhe me njerëz të mirë. Mos të harrojmë se ne gjithmonë në namaz çaj lutni Allah dhe Xhelal, në çdo rekat e lexojmë surën Fatiha. A dhe çka themi? Ihdina siratal mustaqim. O Zot na udhëzon në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alayhim, në rrugën atyre të cilët i ke begatuar me të mirë.
Allahu na mësov që ta ndjekë rrugën e të dërguar të tij, edhe një herë ju falenderoj për ftesën. Do shpërbleft që pranuat jeni sot në këtë ditë të bekuar të Ramazanit disa momente dhe qaste për të bashkëbisedu rreth një pejgamberit i cili ishte Elisai alayhi salam. Allah ju shpërbleft që ishit sot bashkë me ne. Të dashur shikues, këtu dhe kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku misafir kishim hoxhën e nderuar Zeinullah Efendi Sadiki. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëqje. Allahu ua pranoftë agjërimet dhe lutjet e juaja. Wassalamu alaikum.